Mirëmëngjes, të dashur Luan, do bëj një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është tretë zjarit. Për të pasqyruar më thjesht këtë letër, se do futem pastaj në detaje patjetër, është që shpeshherë kur duam diçka të arrim është punojmë shumë, mundohemi shumë, japim shumë energji dhe investojmë shumë në atë gjë dhe sikur një kohë të gjatë nuk marrim rezultate. Me këtë çfarë dua të them është se absolutisht jeni në rrugën e duhur. Vazhdo të ecësh përpara me besim, edhe pse rezultatet nuk po duken ende plotësisht. Puna që ke bërë, të dashur Luan, do jap frytet e veta. Është koha të zgjerosh horizontin dhe të jesh i hapur ndaj absolutisht dhe mundësive të reja. Mendo më gjatë, cilat janë hapat e ardhshëm që do ta ndërtojnë vizionin tënd. Në fakt të inkurajon të mos ndalesh tani, nga që aty përpara do dalin gjëra akoma më të mira dhe akoma për ta përsosur atë gjë që dëshironi ta arrini. Do thotë nëse mbetesh i përkushtuar dhe i duruar. Nëse nuk e ndjek këtë këshill, nëse dorëzohesh tani apo nëse ndryshon kahje, mund të rrezikosh apo që të heqësh dorë para se të shohësh rezultatet që ke punuar një kohë të gjatë për to. Mund të mbyllësh veten ndaj mundësive të reja, duke humbur rritjen që të pret. Mund të ndihesh i ngecur ose i paplotësuar sepse nuk e lejon vetes të shohësh më larg se sa pengesat momentale. Do thotë, çfarëdo që të del përpara, mos mendo që është e pamundur të arrini atje. Është thjesht një pengesë, një sprovë, ta them kështu. Tretë zjarit të kujton, rritja kërkon durim absolutisht dhe besim në proces. Mban syt në horizontin që përpara jush dhe jo në frikën apo në hapin e radhës. Absolutisht mos keni frikë, jeni në rrugën e duhur dhe mos bëni as edhe një ndryshim. Përkundrazi, të shikoni çdo gjë që ju del para dhe ti mirë prisni ato.